gatuaj me Albanën. Mirë se të gjeta në kuzhinë, mëngjesi. Se nisim javën, ju urojmë Anvisave një javë të mbarë, një ditë të qetë sot. E hëna nis me gatime të reja, me ide të reja, dikush mendon të bëja të menun javore, dikush tjetër e ka menduar, vjen pas një fundjave. Dikush tjetër që ndronë para ekranit edhe merr idet. Pas kemi peshk sot. Ngjala. Ngjala, faktikisht e frymëzuar nga tava e ngjalës duket. Po. Të ka frymëzuar fundjava. Është një gatim shkodran dhe i përshëndes të gjitha, Anvisat e Shkodrës i përshëndes, kam thënë që kam një pjesë time në Shkodër. Edhe, jam nga gjithë Shqipëria, edhe kemi ngjala të freskëta shumë, gjë që më duhet të kem miell, që mos bëj vendin pis, shtoj miell, një qese, kështu që pudrosim. Shtoj dhe ngjalat dhe bëj atë përzierjen e duhur. Nuk shtoj as krip edhe as gjë tjetër, sepse do më duhet që të kalojnë, i lë këtu mos e ngacmo se janë me peshk, bëj një përzierje shumë të mirë dhe normalisht kam vendosur vajin në tigan. Pa tjetër që ka një zinxhir edhe, kam karotat, hudrat, orizin, kumllat e thata, kripën, piperin, gjethen e larit ose dafin themin e larit të në Shkodra, piper të zi, sepse pa piper të zi kokër nuk ka kuptim kjo tavë. Dhe normalisht një furë para ngrohur në 200 gradë, për sa minuta bëhet që shumë mirë e dini, është 2 fishi i ujit tek orizi, sepse është edhe karota dhe nuk e zgjas fare, shtoj në vaj ngjalat. Shkund ngjalat aq miell sa mbart në trup vet. Pra e shkundim aty dhe po e gatuajmë këtë recetë sipas traditës së Anvisave të Shirokës për ta sjell ashtu siç ato e kanë gatuar dhe gatuajnë këtë recetë të tavës me ngjala. I skuqim, përbërësit i kemi treguar, më pas do t'i lexojmë edhe të shkruara që ju ta keni parasysh nëse pastaj sigurisht që jo vetëm me ngjala, por edhe me lloje të tjera peshqish. Faktikisht lezetin e ka në origjinal i traditës e ka me ngjala. Pra nuk i shtoj në vaj të nxehtë që mua të më digjet mielli, por duhet që vaj të jetë i ngrohtë, jo i nxehtë. I kam marrë të gjitha dhe e largoj qesen e miellit, duke shplar edhe duart dhe i skuqim nga të dy anët. Pa tjetër që kam edhe qepën e grirë. Qepën e kam vendosur me pak ose fare ujë derisa të filloj dhe mua të më bëhet transparente. Nuk i kam shtuar vaj për të vetmen arsye, sepse duhet të kem vajin e ngjalave. Për aromën e tyre. Bëj një përzierje, sepse thash këto do të kalojnë në tavë. Aty me miellin dhe me skuqjen krijojnë atë shtresën mbrojtëse që të qëndrojnë të buta. Shtresën mbrojtëse por normalisht krijon edhe trashjen të lëngut aty të lëngjeve. E gatimit. Nuk dua t'i jap ngjyrë, siç e thash, thjesht sa t'ua marr mend. Shtoj. I kriposim. Pak krip. Normalisht ngelet edhe kripa vetë tek vaji. Në të kundërt, bëj edhe një kthim mbrapsht. Pra na duhet që ato të mbulohen mirë. Një trashje më e duhur. Manë më i zarar madhe që je. Por i bëj një kira pa zarar në jeri. Përbërësit, kështu jam të hënave veton, pastaj e rregulloj dorën. Pastaj shkon në rrugë të bashkë. Shtrohet rruga. Tavë me ngjala po gatuajmë për anvisat që
Ju bashkuan tani ekranit ton, kemi një tradit nga Shiroka sot, mënyra se si ato e përgatisin këtë tavë, bashkë me përbërësit që ju do t'i lexoni tani, sigurisht edhe vaj ullirit është prezent. Ju duhet ngjalla, 2 kg për familjen tuaj, 300 gram miell, 200 ml vaj ulliri, 1 kg qep, të cilat i presim në copëza të vogla, 10 thelpinj hudhra, 250 gram karota, 1 tuf majdanoz, 3-4 kumbulla të thata, 200 gram oriz kokër vogël, 100 ml uthull, gjethe dafine, piper i zi kokër, që është shumë i domosdoshëm për të dhënë shije recetës, edhe krip sipas dëshirës. Kjo është receta e tavës me ngjalla. Sipas traditës së Shirokës, ky proces tani vazhdon në furrë. Vendos ngjallat në një tavë. Dhe dje që peshku i freskët nuk mban erën e rëndë. Absolutisht. Ka tipare që dallojnë që është mëse i freskët. Do të shtoj masën e qepës normalisht unë kam më pak produkt se sa ju i keni për një familje. Do të shtoj bashkë me qepën dhe karotat. Sikurse shtoj dhe kumbullat e thata. Një përzierje dhe kam hudhrat, masën e kripës, sikurse dhe piperin kokër. Do më duhet t'i shtoj pakës ujë sa të kem zbutjen e karotave. I lë paksa, sikur se shtoj dhe gjethen e larit. Dafina ndryshe. Mirdita si ke nje. Që thot shpia? A ka pikuqa tia? Ja, këtë ju thëmë edhe unë Anvisa me Shkodranë sot. Një mënyrë për shëndetje me Anvisat e Shkodrës, kështu. Orizin, kur e shtoj? E lë pak fare. Ju të tretën ato. Sa të më zbutet, shumë pak, sa të më zbutet karota. Më pas që shtoj orizin, sikur se kam edhe uthullën. Asgjë nga këto nuk më duhet. Sigurisht dhe pak ujë për të zirë orizin në fund dhe në furrë. Ne vendosim në një tavë të tillë të thellë që të zhvillohet pjekja gradualisht në mënyrë të ngadalt. Por paraprakisht duhet të ndjekim të hapa. E rëndësishme, mendoj shumë, është edhe kjo skuqja, se nëse e vendosim ashtu siç është ngjallën, padyshim që nuk do të ketë të njëjtin rezultat, do të çahet ose do të zbutet më shumë, kurse ky mielli edhe skuqja sikur e mban pak më konstant ashtu. E thash, kemi 200 gram oriz, kam karota dhe më duhet diku tek 450 ml ujë. Po. Sepse mua nuk më duhet ta kem pilaf. Po, patjetër. Duhet jetë pak më e lëngshme, sepse në momenti që i qëndron dhe serviret, përthithen lëngjit akoma dhe më tepër. Po e lëm edhe pak ne. E lëm edhe pak. Ja, kemi mbritur tani për të vazhduar dhe përfunduar tavën me ngjalla, se kemi zgjedhur ta marrim të freskët, meqense edhe Albana ka qenë atë zonë, kështu që na ka sjellë të freskët, duke qenë se është traditë e Shkodrës, e zonës së Shirokës, është një nga peshqit që na jep një tavë të shkëlqyer në shije. E kemi lënë pak
sekonda duhet thënë, se minuta jo, për të vazhduar procesi zjerjes dhe tani është momenti të shtojmë musullën apo jo. është që karota mos të shkrihet i gjitha dhe ne mos të ndjejmë. Pra të jetë karota të jetë pak al dente. Qepa patjetër që të jetë e tretur, por karota të jetë pak al dente që të ndihet shija. Orizi duhet të jetë në pikën e duhur të zjerjes. As llaç dhe as i fort. E marr shtova uthullën, sepse nuk e përmenda tani, dhe e shtoj gatesën në tavë. Super. Kur thuhet ajo shpreha që ke trupin si ngjale, ke ngjalje në trup. Kjo vjen për shkak të elegancës, por për shkak, nëse lidhim me botën e peshqve, me ngjallën, është një nga peshqit që përshkruan mira kilometra në fakt. Mbi 5.000 thuhet në kuriozitete, dhe përveç se është shumë i shëndetshëm dhe shumë i shijshëm, i shëndetshëm duke na ofruar omega 3-shin, vitaminën D, kompleksin e vitaminës B12, kështu që përveç se dim disa kuriozitete se pse ka atë formën e trupit kështu të lidhur edhe për shkak, dhe është një nga peshqit që ka nuhatje shumë të madhe, mund të gjej ushqim edhe në zonat më thella dhe më të errta të mundshme. Kjo për sa i takon ngjaljes. Kemi lloj ngjallash kemi në det dhe në gjol. Gjoli. Pra normalisht të gjolit kanë atë erën e dheut, gjë që nuk është edhe fort e këndshme. Jo fort e këndshme, por është fare e këndshme, është shkurt e sapi. Kemi ngjallat e mëdha, ne heqim lëkurën, normalisht thuhet me gjethe fiku. Ja që edhe fiku këtu është që domosdoshëm, nuk është vetëm për çajrat e yllit, por e kemi edhe për heqjen e lëkurës. E mirat është ngjallat e vogla, nuk e heqim fare lëkurën siç e pat, lëmënjan, kokën edhe bishtin. Dihet në ngjallat e mëdha, halat e tepërta janë nga mesi e poshtë, pra ka halat të shumta. E marrë me shumë dashuri dhe e vendos në furrë të parangror. Unë e kam në 200 gradë. Do t'i duhet disa minuta të vazhdoj këtë procesin e pjekjes, që të marrim orizin e zier dhe ngjallën gjithashtu të pjekur. Dhe së bashku i hedhim dhe një syp tjetër recetës së shkruar, një tavë me ngjalla gatuam tani sipas traditës së Shirokës, për të cilën kemi marrë 2 kg ngjalla, do t'ju duhet juve për sasit eksakte, 300 gram miell për t'i pudrosur edhe për t'i skuqur në vaj, pastaj në vaj ulliri. 1 kg qep, 10 thelpinj hudhra, 250 gram karota, një tuf majdanoz, 3-4 kumbulla të thata, 200 gram oriz kokër vogël, 100 ml uthull, gjethe dafine, piper i zi kokër dhe krip sipas dëshirës. Okej, kjo ishte receta e parë. Nuk na mbetet gjë tjetër përveç se të sjellim edhe tavën e ngjallave. Shpresojmë që të jetë bërë. Një aromë shumë e mirë dhe duket që janë të freskëta. Do ta lëmë që të pushoj pak. Kjo aroma e dafinës, e piperit. Të presim të ftohet dhe të shijojmë një tavë të tillë me ngjalla të freskëta, me karota, me oriz, me piper të zi, me gjethe dafine që janë disa, me hudhra, qep dhe vetëm shije. Dashuri e përkushtim. Bashkë me sallatën shkojnë shumë në një tryez, sigurisht dhe këto qëndrojnë të dyja bashkë, petullat me nenexhik të zhytura në salcë, në kos të holluar dhe të aromatizuar me lëkurë limoni dhe me piper të zi kokër. Të lumshin duart. Faleminderit. Ide të shkëlqyera, ndërkohë do të gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, ne do të shihemi pas lajmeve në orën 10:04 këtu në Bima dhe Shëndeti.